Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithë me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet dhe mirësitë e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 58 të surës Yunus, Allahu i madhëruar thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. Thuaj, me mirësinë e Allahut dhe me mëshirën e tij, le të gëzohen për këtë. Kjo është më e mirë se ajo që grumbullojnë nga kjo botë, nga pasuritë e kësaj bote. Pas përfundimit të ritualeve të haxhit, besimtarët musliman presim ardhjen e Kurban Bayramit, kjo festë madhështore e cila na kujton sakrificën e babait të profetëve, profetit Ibrahim, paqja qoftë mbi të, së bashku me djalin e tij Ismailin. Me këtë rast, në emrin tim dhe në emrin e fondacionit të Kuranit, uroj të gjithë besimtarët dhe besimtaret kudo që janë gëzuar Kurban Bayramin, Allahu ju ruajt, ju mbarsoft, ju begatoft, ju lumturoft të gjithëve, inshallah. Por çfarë është Bayrami? Bayrami është një gëzim që ngazëllon zemrën. Bayrami është një hare që e bën zemrën të lumtur. Bayrami është afërsi dhe lidhje me Allahun, me të afërmit dhe me njerëzit e tjerë. Bayrami është gëzim për muslimanët. Flladet e Bayramit sjellin lumturi, gëzim dhe shpresë në zemrat e tyre. Këtu lind pyetja: për kë është gëzimi i Bayramit? Gëzimi i Bayramit është për atë që i ka duart e tij një rrugë kalimi për dhuratat e Allahut, që shpenzon natën e ditën, fshehuras e haptas, në mëngjes e në mbrëmje, duke i ardhur në ndihmë nevojtarëve, të varfër, jetimëve e të tjerë. Është për ato që kujdeset për çështjet e muslimanëve. Është për ato që ndërmjetëson pajtimin mes njerëzve, të zënë me njëri tjetrin. Është për ato që lehtëson barrën e të dobtëve. Është për ato që lutet për të privuarit dhe për të shtypurit. Bayrami është gëzim për ato që ndalet tek kufit e Allahut dhe nuk i kalon ato, nuk i shkel ato, nuk i harron, por i ruan dhe i respekton kufit e caktuar në Allahu fuqiplot. Gëzimi i Bayramit është për atë që është i përulur në bindje ndaj Allahut fuqiplot, i gatshëm për t'ju përgjigjur urdhrave të tij. Është dashamirës i të dërguarit të Allahut dhe veprues sipas udhëzimit të Allahut fuqiplot. Gëzimi i Bayramit
është për ato që kur i lexohet Kurani, ai dëgjon dhe përqendrohet në ajetet e tij. Dhe kur thirret për të besuar, ai beson dhe i përgjigjet thirrjes në besim, siç thot ajeti 193 në surën Ali Imran: Rabbana innana sami'na munadin yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. O Zoti ynë, ne kemi dëgjuar një thirrës që na fton për të besuar, dhe na thot besoni në Zotin tuaj, dhe ne besuam. Gëzimi i kurbanit për Bajramit është për atë që është i sjellshëm ndaj prindërve të tij. U bindet atyre, i respekton, i nderon ata, dhe është i mëshirshëm ndaj tyre. Bajrami është gëzim për atë që e lexon Kuranin me vëmendje, me përsjatje dhe reflektim. Është për atë që falet me përulje në nështrim dhe punon për fen dhe për shoqërinë me një veprim të drejtë. Gëzimi i Bajramit është për atë që e ruan namazin, e ruan agjërimin, e ruan për haxhin, e ruan zekatin, e ruan të urdhëruar për mirë dhe ndalimin nga e keqja, i ruan pra të gjithë kufijtë e Allahut. Gëzimi i Bajramit është për atë që i do të tjerëve atë që ja do vetës së tij, dhe urren për ata atë që ja urren vetës së vet. Gëzimi i Bajramit është për atë që përhap paqen, mirësinë dhe gëzimin në mesin e njerëzve. Këta janë ata që gëzohen me bindjen ndaj Zotit të tyre. Këta persona, këta njerëz i kryen këto vepra që u përmendën pa u mërzitur dhe pa u lodhur. Janë të qëndrueshëm në besnikrinë e tyre dhe në premtimet e tyre. Ata nuk adhurojnë drunj apo gur, por adhurojnë krijuesin e çdo gjëje, Allahun fuqiplot. Prandaj ata janë të zotët e vërtet të gëzimit dhe mbretërit e tij. Ata gëzohen me gëzim të lavdruar, gëzim të ligjshëm, gëzim në bindjen ndaj Allahut, gëzim në mirësinë e Allahut dhe gëzim në mëshirën e Allahut. Në ajetin 58 të surës Yunus, që e përmendëm në fillim, thuaj me mirësinë e Allahut dhe me mëshirën e tij, le të gëzohen për këtë. Pra për mëshirën dhe mirësinë e Allahut. Te Kurban Bajrami është pra dita e mirësisë, është dita e mëshirës, është dita e faljes, është dita e përgjigjes së lutjes, është dita e begatisë, është dita e devotshmërisë. Ta gëzohen duke flijuar shpirtin e tyre në rrugën e Allahut, si thot ajeti 170 i surës Ali Imran, të gëzuar me atë që u ka dhënë Allahu nga mirësia e tij, dhe përgëzojnë ata që nuk janë bashkuar ende me ta në botën tjetër, se nuk do të kenë frikë dhe nuk do të pikëllohen. Pra njerëzit punë mirë, njerëzit të devotshëm,
njerëzit që nuk i shkelin ligjet e Allahut, njerëzit që përhapin paqen, dashurinë, vllazërinë në mesin e shoqërisë, njerëzit që bëjnë vetëse mirë, ndalojnë nga e keqja në jetën tjetër, këta njerëz pra nuk do të kenë frikë dhe nuk do të pikëllohen, sepse ata do të jenë afër Allahut fuqiplot. Dhe do të jenë për atyre që Allahu ka premtuar xhennetin. Inshallah qofshin të gjithë prej xhenetlinëve. Të dashur vëllezër dhe motra, lumë për ato të ri që është rritur me bindje ndaj Allahut. Lumë për ato njeri që e kujton Allahun kur është i vetëm dhe i rrjedhin lotët nga sytë. Lumë për atë vajzë që kur ju urdhëruar për hijab mbullim, ajo tha lebejk Allahumma lebejk. U përgjigja o Allah. Lumë për gruan që e respekton bashkëshortin e saj dhe lumë për burrin që respekton bashkëshorten e tij. Prandaj, kjo ditë e madhe, ditë e sakrificës, ditë e flijimit, lumë për ata që ushqejnë gojet e uritura, veshin trupa të zhveshur, mëshirojnë jetim dhe lidhin lidhjet familjare. Në këtë ditë të begat, të mos i harrojmë gojet e uritura të vëllezërve dhe motrave tanë në Palestinë, në Gaza. T'i kujtojmë, t'i lutem e Allahut që t'i shpëtoj nga kthetrat e tiranisë, e vrasjes, e zullumit. Në këtë ditë të begat, të mendojmë edhe për muslimanët kudo që janë, të lutemi që Allahu po a lehtësoj vështirësitë, po a largoj zullumin dhe padrejtësitë, inshallah. Të dashur vëllezër dhe motra, përpara se të therrim kurbanet në këtë ditë të Kurban Bajramit, le të therrim egon ton, le të therrim nefsin që na urdhëron për të bërë të këqija, le të shtypim dëshirat e shfrenuara që na çojnë në humnerën e xhehenemit, qoftë në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër. Kurban Bajrami është dita e sakrificës dhe e flijimit, dita e gëzimit dhe e pastërtisë, dita e shpërblimit nga Allahu i madhëruar, dita e solidaritetit dhe e rahmetit, e mëshirës. Gëzuar Kurban Bajramin, mëshira e Allahut dhe mirësitë e tij na shoqërofshin të gjithëve në jetën tonë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet dhe mirësitë e Allahut qofshin mbi ju.